Harta e re për ndarjen e plazheve përgjatë vijës bregdetare të Bashkisë Durrës ngjalli debate në Këshillin Bashkiak. VKM-ja e qeverisë Rama i përjashton baret dhe restorantet nga marrja e lejeve për stacion plazhi, duke favorizuar strukturat hoteliere. Por sipas këshilltarëve të opozitës, ky ndryshim mund të ulë ndjeshëm të ardhurat e bashkisë. Për më tepër, Bashkia e Durrës nuk ka një database të saktë të hoteleve që do të ofrojnë plazhe private përgjatë vijës bregdetare dhe për këtë arsye nuk mund të përllogaritet as efekti ekonomik i këtyre ndryshimeve. Gjithçka mbetet të vlerësohet pas përfundimit të sezonit. Sa i përket pyetjes lidhje me të ardhurat, nuk kemi një informacion të saktë pasi nuk është bashkia që bën shqyrtimin e aplikimeve, që do të thotë sa subjekte janë miratuar, me sa sipërfaqe, me sa numër dhomash dhe sa është të ardhurat që në fund vitit do t'i shkojnë bashkisë. Besoj me mbylljen e sezonit turistik ne bëjmë një bilanc sa i përket të ardhurave nga tarifa e plazheve, por konkretisht nuk kemi një të dhënë saktë për shkak sepse nuk është bashkia ajo që përcakton që kush do jenë subjektet përfituese në këtë parcela plazhi. Nuk kemi një studim vizibiliteti, është para që aplikohet kështu. Nuk kemi ne si bashki akoma një database të sa hotele do aplikojnë dhe automatikisht ne në gjithë si këshilltarë këtu duhet na bëjë merak që sa do jetë të ardhurat që do na hyjnë në bashki për këtë verë, për vitin 2025. Dhe do të lidhemi këtu që bëjmë raportin, ku duhet ta drejtojmë gishtin për ndoshta gabimin që jemi duke bërë. Një tjetër pikë e diskutuar e mbledhjes së Këshillit Bashkiak ishte ajo që lidhej me subvencionimin e transportit publik. Dy operatorë të këtij shërbimi do të mbështeten me rreth 4 milion lekë nga bashkia për të mbuluar kostot dhe për të ruajtur çmimin e biletës në nivelin 40 lekë. Në lidhje me vendimi paraardhës dhe vendimin dhe projektvendimin e sotëm është zgjedhur mënyra e subvencionit, është bërë një analizë sepse ne kemi një vlerë buxhetore të miratuar vjetore për subvencionin e transportit. Sipas llogarive tona dhe të numrit biletave aktuale, jemi në të njëjtat linja me fondin tonë buxhetor për vitin 2025. Aktualisht është mënyra më e duhur, mendojmë ne si institucion, për të incentivuar subjektet të cilat operojnë në linjën e transportit. Dhe nga ana tjetër është mënyra më e lehtë e verifikueshme numri biletave nëpërmjet drejtorisë renale tatimore. Këshilltarët e djathtë kërkuan një shërbim më të mirë në transportin publik nga operatorët privat, pasi gjendja e shumë prej urbanëve lë për të dëshiruar. Gjatë mbledhjes u miratua në unanimitet përfundimi para afatit i mandatit të këshilltarëve Ani Dyrmishi dhe Manjola Luku, të cilët në muajin shtator pritet të marrin mandatin e deputetit në Kuvendin e Shqipërisë.